أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, mahabbatullahi wa alamatuha, dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall dhe shenjat e saj. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو محبته سبحانه وتعالى. Dhe keni frikë Allahun Azza wa Jall, robër të Allahu Jalla fi ula, edhe dini se gjëja ndër më të mirat dhe më të vlefshme që robi afrohet te Allahu Azza wa Jall është dashuria ndaj Allahu Jalla Jalalu. فهي روح العبادة وأساس الإيمان وسر الطاعة. Dhe kjo, pra dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall, është shpirti i ibadetit dhe baza e imanit dhe sekreti i adhurimit ndaj Allahu Jalla fi ula. Allahu Jalla Jalalu tha në Kur'anin e Kerim: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah", ata të cilët kanë besuar e dojnë Allahun Azza wa Jall më së shumti se gjithçka tjetër. Thot Allahu gjithashtu në Kur'anin e Kerim: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Thot Allahu Azza wa Jall, thua ja Muhammed, nëse jeni ata të cilët e doni Allahun Azza wa Jall, thot pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se në pasimin e tij keni thot ditë mira. Njëra prej tyre thot Allahu Azza wa Jall ja ushlin mëkatet dhe tjetra thot Allahu Jalla Jalalu do t'ju don thot juve. أيها المؤمنون تندروار لزر محبة الله ليست دعوة تقال باللسان. dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall nuk ka pretendim të cilat thuhet vetëm me gjuhë, wala shu'uran abira, as një ndjenjë kaluese, bel hiya haqiqatun tudharu fi suluki wal amal, por është një vërtetësi apo një e vërtetë e cila thot vërtetohet, e cila veprohet pra me vepra dhe me moral. Kathiru min an-nas yaqulun nahnu nuhibbu Allah Azza wa Jall. Shumë njerëz mendojnë, thojnë se na e dojmë Allahun Jalla fi ula. Mirë po, nëse i pyesim ata dhe thojmë, a thu vallë ku janë gjurmët e dashurisë ndaj Allahu Jalla fi ula? Ma hiya mahabbatullah Jalla Jalalu? Çka është dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall? Hiya mailul qalbi ila Allah Azza wa Jall wa ta'alluqi bih. Është animi i zemrës ka Allahu Jalla fi ula dhe lidhja e zemrës tënde me te, wa taqdim ridahu ala kulli shay, edhe përparësia e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall është mbi të gjithë përparësitë apo veprat tjera, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila al-abd mimma siwahuma, derisa të jetë dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi të gjitha përveç tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Këto tri gjëra tek të cili gjendet thot ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. E para prej tyre është en yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që tjetë Allahu dhe i dërguar i tij më të dashur se çdo sen tjetër. Cilët janë alametet dhe shenjat e dashurisë ndaj Allahut Jalla fi ula? ما هي علامات محبة الله جل جلاله؟
E para, ittiba'u nabi sallallahu alaihi wasallam, pasimi pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kjo tregon se robi dhe besimtari e don Allahun xhalla xhelalu. A'zam dalil ala sidqi al-mahabba huwa al-ittiba' la ibtida'. Thot dashuria apo shenja më e madhe që e don Allahun azza wa jall është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe jo thot risia mbi fen Allah xhalla xhelalu. Men ahabba Allah ata'a rasula, ai i cili e don Allahun azza wa jall i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa waqafa 'inda sunnati, dhe ai nalet dhe pason sunnetin e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E dita taqdimu ta'atullahi ala al-hawa, e dyta të nderuar vëllezër është se ai ja përparësi bindjes ndaj Allahut azza wa jall mbi bindjet e nefsit të tij. Idha ta'arada amrullahi ma shahwati an-nafs qaddama al-muhib amra rabbih wa qala sami'na wa ta'na. Nëse një çështje thot vjen mes ti dhe Allahut azza wa jall, ai pra e përzjedh ata cilën e kënaq Allahun xhalla xhelaluhu apo urdhën e Allahut xhalla fi ula, duke thonë dëgjuam dhe respektuam. E treta të nderuar vëllezër është hubbul Kur'ani wal unsu bi, dashuria ndaj Kur'anit Kerimit dhe shoqërimi me të. El muhibbu yukthiru min kalami mahbubi, për shkak se ai i cili e don dikënd, ai ka qef që ta përmend atë sa më shumë. Për ata edhe nëse e don Allahun azza wa jall, ke qef që ta lexosh fjalën e tij sa më shumë. Wa man ahabba Allah ahabba kalama, ai i cili e don Allahun ja don edhe fjalën e tij. Fadawama ala tilawati al-Quran wa tadabburi, dhe ai vazhdimisht pra lexon fjalën e Allahut xhalla xhelalu dhe mediton mbi fjalën e tij. E katërta të nderuar vëllezër është dhikrullahi azza wa jall, është shpeshtimi i dhikrit dhe përmendjes Allahut azza wa jall. Thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin Kerim: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ju cilit keni besuar përmendni Allahun azza wa jall sa më shumë. El muhibbu la yamallu min dhikrillah, për shkak se ai i cili e don atë pra e don Allahun azza wa jall nuk lodhet nga përmendja e tij. Bel yajdu fihi rahatahu wa sa'ada, përkundrazi ai e gjen kënaqësinë dhe lumturinë e tij në të përmendurit e Allahut xhalla xhelalu. E pesta hubbu ta'a wa bughdu al-ma'siyah, pra e pesta apo shenjë që e don Allahun azza wa jall është që e don ti adhurimin dhe e urren thot me katimin. El muhibbu yafrahu bit ta'a wa yuhzinu idha 'asa Allah, ai i cili e don Allahun azza wa jall kënaqet kur ta adhuron xhalla xhelalu dhe mërzitet kur ti ban mëkat atij. O yakrahu dhunuba kama yakrahu an yulqa fi an-nar, edhe i urren pra mëkatet ashtu siç e urren që ai të hudhet në zjarm. E gjashta e shauqu ila liqa'i Allah, e gjashta është përmallimi me takimin e Allahut xhalla xhelalu. Men ahabba Allah ahabba liqa'ah, ai i cili e don Allahun azza wa jall, ai e don edhe takimin me Allahun xhalla xhelalu. Wa kana qalbuhu muta'alliqan bil akhirati la bid dunya, dhe zemra e tij është e lidhur thot me ahiretin dhe nuk është e lidhur me dunjan. E shtata hubbu salihin, pra shenjë dashurisë ndaj Allahut xhalla xhelalu është se ai njeri i don edhe njerëzit e mirë, adhuruesit e Allahut xhalla fi ula, li'annahum yadhkurunahu billah, për shkak se ata thot ja përkujtojnë Allahun xhalla xhelalu, o yu'inunahu ala at-ta'a, dhe ndihmojnë gjithashtu në adhurim ndaj Allahut xhalla xhelalu. Thamaratu mahabbatullah, athuval cilët janë nëse e dojmë Allahun azza wa jall, cilët janë pra frytet e kësaj dashurie. E para të nderuar vëllezër është at-tamaninatu fil qalb, ka mi dhon Allahu azza wa jall qetësinë në zemrën e tij. As-sa'adatu al-haqiqiyya, ka mi dhon lumturi të vërtet. El-qabulu bayna an-nas, Allah ka më bon pra të pranishëm dhe të dashur në mes në njerëzve. At-tawfiq lit-ta'at, Allah kam ja mundsu me koni vazhdueshëm në adhurime. An-najatu yawm al-qiyamah, edhe kam i dhon shpëtim ditën e llogarisë. O fil hadithi al-qudsi, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, dërsa ka ardhur një hadith qudsi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu azza wa jall, te kur ta duun e robin atëherë unë do të bëm dëgjimi i tij i cili ndëgjon. Pra do të thot me ndëgjimin e tij nuk ndëgjon vetëm se atë çka Allahu azza wa jall e kënaq, dhe syni i tij i cili shikon do të jem vetëm syri i tij do ta shikon atë çka Allahu azza wa jall e kënaq dhe nuk e hidhron. Dhe gjymtyrët e tjera kur të esurit dhe dora e tij nuk shkojnë dhe nuk prekin vetëm atë cilin Allahu azza wa jall e don. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai pastaj ku të arrije këtë deregje, ai nëse më lutet diçka unë i përgjigjem, ai nëse më kërkon diçka që ta mbroj unë e mbroj atë. Të nderuar vëllezër, a thu vallë inna mahabbata Allahi la tunalu illa bil amani,
dini se dashuria ndaj Allahut azza wa jall nuk arrit vetëm me pretendime të thata. Bel laha asbabun tuktasaba biha, mirë po thot ka shkaqe të cilët duhet që ti merr besimtari. E para prej tyre është ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifati, njohja e Allahut azza wa jall pra me emrat e tij dhe cilësitë e tij të larta. Kullama arafta rabbak ahbabtahu akthar, sa herë që ta njihsh Allahun azza wa jall më shumë, pra do ta dojsh më shumë Allahun jalla fi ula. ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من خطبة الثانية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كيف نحقق محبة الله عز وجل؟ Si ta arrim dashurin dhe Allahut azza wa jall të nderuar vëllezër? E tham të parën se duke i njoftë Allahun azza wa jall me emra dhe cilësitë e tij të larta. Për shkak se sa më shumë që ta njihsh Allahun azza wa jall, aq më shumë edhe do ta adhurosh dhe ta dosh atë. E dita është tadabburul Quran, duke medituar mbi Kur'anin e Kerimin. فهو كلام الله ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان والمحبة. Për shkak se Kurani i Kerimi është fjala e Allahut azza wa jall, edhe ndër shkaqet më së shumti që ka shton imanin dhe dashurinë ndaj Allahut xhalla xhelalu. E treta al muhafadhatu ala al fara'id, ruajtja e farzëve të Allahut xhalla fi ula, fa hiya ahabbu al a'mali ila Allah. Për shkak se farzët janë të nderuar vëllezër, veprat më të dashura te Allahu azza wa jall. Nëse don dikush që ta ban një vepër që Allah e don më së shumti, ruaj farzët që Allahu azza wa jall ka obliguar me to. E katërta el iktharu minan nawafil, duke bon nafile sa më shumë atë sa ke mundësi. Nafilet janë me mundësi të nderuar vëllezër, por nuk do të thotë se besimtari të heq dorë nga gjithë nafilet. Por atë sa ka mundësi, në të bojë prej nafileve namaz, prej agjerimit, prej veprave të mira e kështu me radhë. Për shkak se ka në hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Për shkak se robi thot vazhdon me nafile derisa ta du thot atë. Nafilet janë shkak që ta arrish që Allahu azza wa jall të don. E pesta është lënia mëkateve. فالذنوب تضعف المحبة وتقسي القلب. Për shkak se mëkatet të nderuar vëllezër janë çka e zvoglojnë dhe e humbin dashurinë, ndërsa e bojnë të vrash zemrën. E gjashta ad-du'a, wa kana min du'a'i nabi sallallahu alaihi wasallam, pra duaja, lutja që ti lutesh Allahu xhalla xhelalu, që Allah ta mundson që ta duash atë dhe ai të don tyje. Nga duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi këtë çështje është Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Këtë dua ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot o Zot, unë e dua dhe kërkoj që të më japësh dashurinë ndaj teje, edhe dashurinë e gjithëve atyre të cilët të duan ty, edhe dashurinë e çdo vepre që ta afrojnë thot tek ti. Të nderuar vëllezër, lejse kullu men qala an uhibbu Allah sadiqan. Për shkak se të nderuar vëllezër, nuk është shkakton e vërtetë se çdo njeri që ka thotë unë dua Allahun azza wa jall vetëm me gjuhë, është i vërtetë në këtë fjalë. Fal mahabbatu tuqasu bil a'mali la bil kalam. Për shkak se dashuria matet abguton me vepra, jo vetëm me fjalë. Is'al nafsak, pyete pra thot vetveten tënde, hal tuqaddim amra Allahi ala ragabatik. Pyete pra këtë pyetje dhe do ta shifsh vetveten, a e don vërtet Allahun azza wa jalla apo nuk e don? Thuaj vetvetes, a thu vallë, ai jep përparësi ti urdhëve të Allahut azza wa jalla dhe ndalesave të tij mbi egove të tua? Hal tashtaqu ila as-salah, a përmallohesh për namazin? Hal tajidu ladhata fi dhikrillah, a nin thot kënaqësi thot në zemrën tonë ku ta përmendsh Allahun azza wa jall? In kana al-jawabu na'am fahmidillah, nëse përgjigjja është thot po, thot falenderoj Allahun azza wa jall. Wa in kana ghayru dhalik fa'lam anna at-tariqa maftuh. Dhe nëse përgjigjja jote nuk është pra e sakt, atëherë dije thot se rruga nuk është mbyllur. Fa babu mahabbatullahi la yughlaq, për shkak se dera për me arrit dashurinë e Allahut azza wa jall nuk është mbyll akoma derisa jemi në këtë dunjë të nderuar vëllezër, dhe nuk është vonë asnjëherë kërkopi Allahu xhalla fi ula. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. O Allah, na i mundso që të dojmë tyje, edhe na i mundso që të dujmë ata të cilët dojnë tyje. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik,
na i mundëso që ta dujmë çdo vepër e cila na afron te dashuria ndaj teje. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayna min anfusina wa amwalina wa ahlina. O Allah, na i mundëso që dashuria ndaj teje të jetë mbi çdo dashuri tjetër, mbi pasuritë tona, familjet tona, evladet tona. Allahumma la taj'al fi qulubina hubban lima la tuhib. O Zot, mos na i ban që në zemrat tona të jetë diçka e dashur nga ajo të cilën ti nuk e don, wala tu'alliq qulubana bi ghayrik, dhe mos na i lidh zemrat tona me diçka jashtë teje. Allahumma thabbitna ala ta'atik. O Allah, na i forco zemrat tona në bindje ndaj teje, o ja'alna min awliyaika salihin, dhe na i mundëso që të jemi nga njerëzit e mirë dhe të devotshëm. Të nderuar vëllezër, pra një përkujtim inshallah taala, pasi që jemi në fundin e muajit, Allahu azza wa jall thot në Kur'anin e Kerim: alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan, ata cilët e japin nga pasuria e tyre, pra fshehtas dhe haptas, natën dhe ditën, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, nuk do të ketë thot frikë ditën e llogarisë e as mërzi te Allahu azza wa jall. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Më të vërtet ata cilët i mirëmbajnë xhamin shtëpitë e Allahut azza wa jall janë ata të cilët i kanë besuar Allah xhalla xhelalu dhe ditës së llogarisë. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dhe nuk arrin mirësia te Allah azza wa jall derisa ta jepni atë e cila është dashur në zemrat tona. Të nderuar vëllezër, pra pasi që është fundi i muajit, pra inshallah taala kush ka mundësi në emrin e Allahut azza wa jall të jep sadaka për mbledhjen e parave për mirëmbajtjen e xhamisë, për shkak se këto vende dhe këto xhami, këto shtëpi të Allahut azza wa jall e vetmja mëshirë, e vetmja shpresë pos Allahut azza wa jall janë vetë besimtarët. Këto nuk mirëmbahen nga askush tjetër, vetëm nga ata të cilët vinë dhe i bin sejdë Allahut xhalla fi ula, ndërsa ata të cilët japin për ta mbajtur shtëpitë e Allahut azza wa jall gjallë, kjo njëkohësisht është edhe sadakatun xharie, është edhe sadaka e rrjedhshme e cila do t'ju bojnë dobi dhe pas vdekjes se njerit nga ne. Pra kur dalmi ditën e llogarisë para Allahut azza wa jall, shumë njerëz kanë me pa vepra të shumë fishuara, derisa do të thojnë ja rabbel alamin, unë si kam bën këto vepra. Do të thotë Allahu xhalla xhelalu se ti ke bën vepra çka janë quajtur te Allahu azza wa jall, pra sadaka e rrjedhse quhet. Lemosh rrjedhse ku çdo besimtar çka ka bën ibadet këtu dhe çdo fëmijë çka ka mësue fjalën e Allahut xhalla xhelalu këtu, i shkojnë pra sevapat pa ju paksuar atyre të cilët e mirëmbajnë shtëpitë e Allahut xhalla fi ula. Allah na pranoft nga ne dhe ju. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.